28 prill. Jezusi na ngre lart. Dhe duke bërtitur e duke e shkundur shumë djalin, fryma doli. Dhe ai u bë por si i vdekur, aq sa shumica të thoshin vdiq. Por Jezusi duke kapur dorën e tij, e çoi dhe ai u ngrit. Marku 9, 26 deri në 27. Nuk ka asnjëri të cilin Jezusi nuk mund ta ndihmojë. Te Marku 9, lexojmë për ndërveprimin e Jezusit me një fëmijë që ishte pushtuar prej kohësh nga një frymë e papastër. Ky djalë kishte jetuar me këtë problem që kur ishte i vogël. Ai ishte shurdh me mec. Kur demoni e pushtonte, e përplaste për dhe, e bënte të shkumonte nga goja, të kërcëllonte dhëmbët dhe të ngrinte në vend. Marku 9:18. Ky djalë i ri kishte ngecur në një rrethant të tmerrshme, realisht i bllokuar brenda trupit të tij, duke mos pasur mundësi për të dëgjuar ndonjë fjalë ngushëllimi që mund t'ia thoshte babai, familja ose miqtë e tij, dhe duke mos pasur mundësi për të shprehur dhimbjen dhe frikën e tij. Jeta e tij u dëmtua nga tentativa për të shtrembëruar dhe për të shkatëruar imazhin e Perëndisë që mbante ai si njeri. Përballë një situate të tillë të pashpresë, Jezusi ndërhyri duke i dhënë frymës së ligë një fjalë hyjnore qortimi. Nëpërmjet një qortimi kaq të fuqishëm, Krishti i dha fund zemërimit të pafuqishëm të armikut, dhe fryma e ligë, pasi bëri më të keqen, e la djalin por si të vdekur. Pastaj Jezusi e çoi në këmbë. Kjo është ajo që bën Jezusi. Ai merr njerëzit, jetët e të cilëve janë shkatëruar, ata që janë duke shkuar drejt shkatërimit, dhe ai bën atë që vetëm ai mundet ta bëjë. Ai hyn në atë jetë, e merr personin për dorë, e ngre lart dhe personi qëndron në këmbë. Jezusi është i vetmi që mund të thotë me të vërtetë, unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe po të vdes do të jetojë. Dhe kushdo që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kurrë për jetë. Gjoni 11, 25 deri në 26. Ai është i vetmi që mund ta marrë dikë që duket absolutisht i pafuqishëm dhe plotësisht i paaft për të sjellë ndryshim në vetvete dhe t'i jap atij njeriu një jetë të re. Prandaj sot, Jezusi vjen te ti dhe të thotë: pse nuk mi sjell mua barët e tua? Nuk mund të dalësh dot nga dhimbja dhe pikëllimi yt përmes edukimit. Terapia nuk do të jap përgjigje përfundimtare për të gjithë lëndimin dhe përshtjellimin tënd. Në të vërtetë, është mirë që e di se nuk mund ta bësh dot vetë këtë gjë. Silli barët e tua tek unë. Jo vetëm kaq, por ai mund të vijë te të tjerët nëpërmjet teje. Sot nuk do të takosh asnjë që të mos ketë nevojë për ndihmën e Jezusit dhe të cilin Jezusi të mos mundet ta ndihmoj dot. Sado e shkëlqyer që mund të duket jeta e dikujt, zakonisht nën sipërfaqe ka keqardhje dhe ankth. Dhe gjithmonë është mëkati që po e tërheq ngadalë secilin prej nesh drejt shkatërimit, veçse në ndërhyft Jezusi dhe derisa ai të ndërhyjë. Kur mëson t'i shohësh kështu njerëzit përreth vetes, ti dëshiron fort që t'u tregosh atyre për Krishtin, sepse nuk ka asnjëri të cilin Jezusi nuk mund ta ndihmojë dot.